Në gjykatën themelore të Prizrenit të martën u mbajt shërtimi kryesor ndaj Fatmir Gjurgjealit, ish zyrtar policor i cili po akuzohet për vepër penale të zbulimit të fshehtësive zyrtare, vepër kjo e dënueshme sipas kodit penal deri në 5 vjet burg. Sipas aktakuzës së prokurorisë, Fatmir Gjurgjeali nga viti 2009 e në vazhdimsi, në cilësinë e mbikëqyrësit të zyrës dhe zëvendës shefit të njësisë së inteligjencës kriminale rajonale në Prizren, pa autorizim i ka dërguar informacione shtetasit të huaj. Sipas prokurorisë, këto informacione Gjurgjeali në mënyrë elektronike i ka bartur fillimisht në emailët e tij privat, ku pastaj u ka mundsuar personave të paautorizuar të kenë qasje në këtë dosje. I pandehuri nuk e pranoi fajësinë për veprën e ngarkuar. Pyetja është, a e pranoni fajësinë për veprën penale zbulimi i fshehtësive zyrtare nga Lemi 347? Nuk pranoj dhe i vetëm pa fajësi. Edhe pse prokurori i rastit së bashku me kryetaren e trupit gjykues ishin munduar që të sigurojnë ekspertizën kompjuterike nga ekspert të informatikës, edhe pas 4 muajve një gjë e tillë nuk është arritur. Unë jam angazhuar përmes profesorëve të fakultetit teknik që ata më japin një emër të mis adekuate, po për shkak të natyrës së veprës, sigurisht po ndurojnë edhe ekspert. Unë nuk di me emër në mbi emër kush mundet saktësisht me na dhon neve konstatim sa. Unë e përfaqësoj, po unë po kërkoj edhe një afat mas lartë, edhe një muaj me ardhur me një propozim konkret ku. Trupi gjykues e aprovoi propozimin e prokurorit. Nga ana tjetër, avokati Bashkim Nevzati, mbrojtësi të pandehurit Gjurgjeali, ngritjen e kësaj akuze pa ekspertizë paraprake i quajtisit të ngutur, e cila sipas tij e ka lënë gjykatën në një qorë sokak. Ai po ashtu tha se aktakuza ka ndikuar edhe në jetën personale të pandehurit. Ka ndikuar natyrisht në gjendjen e tij si sociale ashtu edhe psikofizike, për arsye se tani për tani është pa punë, është në brengën e një akuze relativisht të rëndë, është pa të ardhura personale, pa të ardhura nga asnjë burim tjetër, kështu që këto ndikojnë në gjendjen e tij. Aktakuza ndaj Gjurgjealit është ngritur në maj të vitit 2012 nga Prokuroria Themelore e Prizrenit. Seanca e radhës mbahet me 7 tetor.